Speranca TV paraqet. Jam një grua 44 vjeçe dhe kam rreth 14 vite që jam martuar. Jeta ime ka qenë gjithmonë e ndarë mes shtëpisë dhe punës, sepse me njëherë pas martese kam hyrë në punë. Po ashtu edhe burri im punon shumë, nuk kthehet thuaj se gjithë ditën. Unë punoj në një dyqan të madh mobiljesh dhe ka edhe orendi shtëpiake. E dyqani është në periferi të qytetit. Është një dyqan shumë i madh, i ndarë në disa sektorë. Ka sallone kuzhina, dhoma gjumi dhe një pjesë për dekorimet e vogla. Puna ime është t'u tregoj klientëve çmimet, t'i ndihmoj me zgjedhjet, e të mbaj rregullin nëpër vitrina e t'i pastroj her pas here. Por shefi im është një burr i rrept. Ai është rreth 60 vjeç. E di që e kanë ngritur këtë biznes me shumë mund dhe e mban nën kontroll çdo gjë. Por si çdo prind, kishte një hall. Para disa muajsh, ai solli në dyqan djalin e tij. E djalin e kishte 30 vjeç. Prej vitesh kishte jetuar jashtë shtetit, kishte provuar disa shkolla, por nuk i kishte ecur. E ishte kthyer këtu dhe kalonte gjithë ditën kafeneve. Por shefi nuk donte që i biri të sillej rrugëve. Ndaj, vendosi ta fuste në biznesin familjar që ta angazhonte pak me zor. Atë mëngjes, shefi me thirrje në zyre, e djali i tij ishte aty, e ishte i veshur bukur, me një kemish që nuk dukej fare për punë në një dyqan mobiljesh. Ky do të rri gjithë ditën këtu me ty, me tha shefi. Merre, tregoj sektoret, mësoj se si flitet me klientët dhe se si bëhen porosit, e nuk dua ta shoh që të ulet as një sekond. E unë pranova fjalën e shefit, dola nga zyra, e djali i tij erdhi pas meje. Ditët e para ishin të lodhshme. Ai nuk kishte asnjë interes për punën. Rrinte i mbështetur pas ndonjë dollapi, rrinte gjithë ditën me telefon në dorë dhe mezi u përgjigjej klientëve kur e pyesnin. E unë e qortoja vazhdimisht, sepse ashtu me kishte thënë shefi. Vetëm për të angazhuar diçka, i thosha të rregullonte jasteket e divaneve apo të fshinte pluhurin që ishte bërë mbi tavolina e mbi vitrina. Ai e bënte, por punonte ngadalë dhe me shumë përtesë. Megjithatë, pas javës së dytë, ndryshoi ambienti. Ai filloi që të punonte e të mos ankohej më për punën. E rrinte gjithmonë afër sektorit tim, ndërsa unë sistemoja orendit, ai më bënte pyetje, por jo për mobiljet. Si ja bën që vjen çdo ditë këtu dhe nuk mërzitesh, më tha ai. Kush të tha që nuk mërzitem, i thash unë. Ndoshta mërzitem, por kjo është puna ime. Me këtë fitoj rrogën e mbaj familjen. Ti je shumë e mbajtur dhe shumë e bukur për të harxhuar gjithë ditën duke fshirë pluhurat e këtyre divaneve, më tha ai. Pse nuk gjen ndonjë punë tjetër më mirë? Po çfarë të gjej, i thash unë. Po pse nuk shkon për modele, më tha ai. Kaq e bukur sa je ti, askush nuk ta jep këtë moshë. Të pranojnë edhe si modele. Unë nuk e prita mirë këtë fjalë. Kisha moshën e duhur për të qenë shumë vite më e madhe se ai. Më vjen mirë, i thash, që ti mendon kështu. Por unë e di se ku do të dalësh, kështu që më mirë shiko punën tënde. Jam grua e martuar dhe nuk kam kohë për fjalë të tilla. Shko rregullo karriget tek sektori i kuzhinave, i thash unë. Ai mës me foli,
por nuk u largua, qëndroi në një distancë të shkurtër e vazhdonte një punë të kotë aty. Por kjo gjë u bë e përditshme. Ai e gjeti pikën time të dobët. Unë isha një grua që prej vitesh nuk merrja asnjë vëmendje, as edhe nga burri im, e jeta me ishte kthyer në një detyrë të mërzitshme, kurse djali i shefit, me rinin e tij dhe me atë besimin e tepruar që kishte, filloi të më fliste çdo ditë me hapur. Ai nuk përdorte fjalët e tepruara, por ishte shumë i drejtë për drejtë. E as nuk më fliste me dy kuptime, e as nuk i binte rrotull, por më thoshte direkt. Një ditë po rregullonim disa çmime të reja në një vitrinë. Atë e kisha përballë. Pse fshihesh pas atyre rrobave të gjera të punës, më thaj. Po unë jam 40 vjeçë, i thash, s'mund të vishem ngusht si vajzat e reja, dhe jam punëtore babait tënd, e nuk vishem për sfilat, por vishem për të ndjerë rehat. Nuk ka lidhje mosha, më thaj. Ti ke një hije shi që as vajzat e moshës ime nuk e kanë. Ato duan vetëm lek dhe restorane. E ti punon gjithë ditën dhe mban veten. E po mjaft me këto muhabete, ja preva unë. Çfarë mendon se po bën? Je 30 vjeç, mund të kesh këtë duash, e pse merresh me mua? E pyeta. E pra, tha, jam 30 vjeç dhe tani jam pjekur. Kam parë mjaft atje jashtë shtetit, e tani e di se çfarë dua, dhe e di që edhe ti je e lodhur nga jeta jote, por thjesht ke frikë që ta pranosh. Fjalët e tij më mbeten në mendje, edhe pse i thoja vazhdimisht të largohej, unë e gjeja veten duke u rregulluar më shumë në mëngjes para se të shkoja në punë. E fillova të bëja pak më shumë tualet, të rregulloja flokët më mirë. Edhe ai, djali i shefit, e vuri re me një herë. Sa herë që kaloja pranë tij, ai thjesht më shikonte e nuk më thoshte gjë, por unë e kuptoja që ai e dinte se unë po rregullohesha vetëm që t'i bija në sy atij, sepse kishin filluar të më pëlqenin komplimentet e tija. Po ngasmoheshim dhe flirtonim aq shumë, sa që gjërat kishin arritur në atë pikë ku të dy ne e dinim shumë mirë se çfarë po ndodhte, por asnjëri nuk e kishte bërë hapin e fundit. Kjo ndodhi javën e kaluar. Shefi kishte shkuar në një qytet tjetër për të mbyllur sa kontrata apo për të bërë furnizim, saqë nuk e dija as vetë se për çfarë. Në dyqan isha vetëm unë dhe ai. Ishte edhe një punëtor i magazines, por ai rrinte jashtë në obor. E atë ditë nuk kishte ardhur një dërgesë e re dhe nuk kishim as se çfarë të bënim. Po merreshim me disa modele të shtrenjta, krevatësh. E udhëzimi ishte që t'i montonim e t'i bënim gati për t'i ekspozuar te kati i dytë. Dhoma e gjumit ishte vendosur në cep të katit. Kishte një krevet të madh dopjo me lëkurë. Unë e hapa një pako me çarçaf dhe fillova t'i shtroja mbi dyshek, e ai po nxirrte ato llampat e vogla që vendosen ana shtratit. Unë po tërhiqja çarçafin nga ana ime për ta shtrirë mirë, e ndërsa ai erdhi në anën tjetër dhe më tha: "Lëre atë punë." "Si ta lëj?" thash. "Kush e bën tjetër?" E ai e la kutinë e llambave mbi tapet. Eci rreth vendit e mu ofrua, e ndërsa unë qëndrova në këmbë pranë një komodine. Unë dal plotësisht përballë meje. E ai ishte ofruar aq shumë sa që ndjeja parfumin e tij dhe u ofrua sikur donte të më përshpëriste diçka në vesh. "A ka mundësi mos më rresh në fytyrë?" i thash unë. E ai s'ja përtoi fare. Ma kapi fytyrën me duar e filloi të më puthte. "A je në Terezi?" i thash.
po si kur të vindoj një klient e të na gjej këtu. E kam mbyllur deren me çelsta. Ti nëse nuk do, tërhiqu, por nëse do, mos ki merak, askush nuk do vi. Unë doja si nuk doja. Kisha ditë që e prisja këtë puthje. Dhe, aty, unë mbështeta tek ajo komodin, e ndërsa ai, me mbështolli me duar, e filloi të me puthte prap. Mbylla sytë dhe fillova ta puthja dhe unë. Fillova ta puthja ashpër, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëni videon like, nëse nuk doni abonohuni ose bëni subscribe.